Ndërruar kryetar, ndërruar koleg, tashi këtë po bëhet gjithnjë më vështirë për të folur për argumenta edhe mbi gjitha për argumenta ekonomik. Sepse natyrisht paraja e tjetrit ndahet shumë kollaj. Shpërndahet shumë kollaj. Biles me gojë jepet akoma edhe më shumë. Po edhe për një arsye tjetër, domethënë po bëhet e vështirë. Se të vëmë përballë një grupi shoqëror i cili po patjetër që nuk jeton në kushte optimale, në kushtet tona jo, e që mungesën e parave e lidh drejt për drejt me mungesën e shërbimeve jetësore të tij. Në të tilla kushte pastaj kur humbet edhe logjika, është akoma dhe më keq. Ti thua që ore e ulim tatimin mbi vlerën e shtuar, por sipas të gjitha ligjësive ekonomike, po edhe të provuara, nuk shkon në ulje të çmimit, ai thotë ke bluz boss. Çotë edhe një tjetër pas atje të thotë, shiko thotë se këtë bën thotë se bizhutet tua po shohuen verë. Bakër i kam. Tani çohu merru me flokët e mia. Apo më keq akoma, ti i thua që po prit më se keni qenë pushtet. Dhe këtë gjë se keni bërë asnjëherë. Biles nuk e keni folur asnjëherë. Dhe i thot po kemi bërë ligjin për koncesionet. Dhe koncesionet janë këto të minierave. Shikoni. Unë e pranoj që ne mund mos kemi bërë gjithçka. Veçanërisht për kategoritë të tilla që janë kategori punëtorësh, e veçanërisht punëve të vështira, por në qoftë se ne kemi statusin fuqi sot, dhe po i numëroj, statusin e ushtarakut e kemi bërë ne. Kjo ana këtej erdhi në pushtet e prishi, i çoi për vite të tëra në përgjykata, i çoi dhe një gjykatë kushtetuese dhe i ktheu mbrapsh, duke i detyruar të paguanin edhe paratë që kishin marrë, sipas atij ligji që kishin bërë ne. Statusin e pilotit, statuset e nënujorëve i kemi bërë ne. Status nuk është, po ka një projekt ligji atje që i ka shumë qarta përfitimet për minatorët, e kemi bërë ne. Statusin për naftëtarin, e kemi bërë ne. Statusin për metalurgun, e kemi bërë ne. Nuk e di, a ka më profesionet vështira që merren drejt me industrinë, apo me sigurinë, me mbrojtjen, po të gjitha këto i kemi bërë ne. Askush nuk i ka folur këtu. Dhe kur ne i kemi folur, i keni votuar kundër. Kundër. Gjithkohës. Dhe një pjesë e konsiderueshme e këtyre njerëzve i marrin përfitimet sot fal asaj që ne kemi bërë këtu. Dhe kjo është për t'u thënë. Ndërkohë, në krahun tjetër, zoti Gjoni, e dini gabim, minatorët marrin pension suplementar. Sot që flasim. Dhe ligji që është sot në fuqi, i nxjerrën pension minatorët në moshën 55 vjeç. Në një moshë më të madhe dilnin para viteve 90. Kërkon patjetër për pensionin e plot kërkon 30 vite punë, nga të cilat 12.5 vite t'i kesh bërë nën tokë. Dhe paguhet 1% për çdo vit punë nën tokë, pension suplementar. 1%. Dhe po ta vëmë në peshore pastaj me naftëtarët, koeficienti për ta, për pensionin suplementar është vetëm 0.6%. A mjaftojnë parat për njerëz që kanë punuar nën tokë? Veçanërisht 30 vite, 12.5 minimumi nën tokë, jo, nuk mjaftojnë. Asnjëherë s'do mjaftojnë. Por keni parasysh një gjë, që skemat e pensioneve në Shqipëri dhe veçanërisht pensionet suplementare janë skema kontributive. Dhe silleni në vëmendje pikërisht këtë fakt, që lidhen drejt për drejt me pagesën e sigurimeve shoqërore. Tani, kemi dy kategori minatorësh. Ata që kanë punuar edhe para viteve 90 dhe në vitet e para pas vitit 1990, kanë dalë
në pension 95, 96, 97, 98, 99, 2000 dhe gjithë masa tjetër e minatorëve që ka punuar pikërisht pas këtyre viteve. Për të parët, po patjetër kemi diskutim dhe kemi dhe detyrim, me thënë drejtën. Sepse janë keq paguar në atë kohë dhe ndryshimi i sistemeve e bëri që vlera e pensionit të tyre mos ishte në përputhje me punën e tyre. Dhe kjo është për të diskutuar, pa diskutim. Por, për të gjithë të tjerët që kanë punuar minator në ekonomi tregu, patjetër që përgjegjësia duhet ndarë. Edhe me minatorët, po mbi gjitha, me ata që kanë marrë nga ky shtet privilegjin, licencat, patjetër, licencat për të shfrytzuar pasuritë tona minerare. Tani, unë s'kam se si ta mohoj këtë gjë, se ja bën mu. Çmimet e metaleve janë në kupë të qiellit, ndërkohë këtu sektori i industrisë është me rënje. Si ndodh kjo? Si ndodh që çmimet të jenë lart dhe sektori të jetë me rënje? Është evazioni fiskal që e bën këtë gjë. Dhe evazioni fiskal në sektorin ton minerar është skandalos. Është kollaj fare të merresh me fiskalizimin e qumshit. Se s'ke qa bën, lopa frigorifer nuk është. Do ta mjelësh, o do ta shesësh, o do ta hedhësh. Po të merresh me evazionin fiskal që është sektori minerar, natyrisht është një gjë themelore. E dyta gjë që është shumë e rëndësishme. Të gjitha lejet tona minerare nuk kanë asnjë kusht, asnjë detyrim të qeverive respektive, edhe ato para edhe këto tani. Vendosur punëdhënësit për punëmarrësit. Po si ka mundësi që kur ti fiton, në kushte kur çmimet janë në qiell, të mos hapësh një shtyllë të dytë, fondi pensioni për minatorët, si ka mundësi? Dhe si ka mundësi kjo mos vendoset me detyrim? Në kontratën që ti jep atij shfrytëzuesit burimeve natyrore të këtij vendi. A duhet bërë? Po patjetër. Të gjitha kontratat duhen riparë pikërisht në këtë frymë, për të vendosur detyrimin që punëdhënësi të marrë detyrime edhe për pensionin suplementar të punëmarrësit, të minatorit. Dhe thënë këtë, patjetër që ligji është i mirë. Nuk dëgjova këtu dikë që të thotë që ligji nuk vlen. 2 nene i ka për përfitimet ekonomike. 5 nene i ka për kontratë kolektive të punës. Bëhet fjalë për kushtet e punës dhe kushtet e trajtimit punojës. Një kulturë që mungon totalisht në këtë vend. Unë ase ndiva për detyrim të atakoja të pronarin turk. Atje sipër. Po fare. Po ama në kontratë ai zotëria duhet kishte marrë detyrime shumë të qarta sa i takon kontratës kolektive të punës. Dhe kjo kulturë që mohohet edhe nga qeveria, patjetër që duhet ndryshoj. A duhet që ta detyrojmë punëdhënësin në këtë rast shfrytëzuesin e pasurive natyrore të këtij vendi me ligj për element posaçëm në kontratën kolektive të punës? Po më. Duhet. Duhet ta detyrojmë sa kohë që ata e refuzojnë këtë kulturë dhe sa kohë që kanë gati dhe zvendësues nga vendet e origjinës, nga vinë për të shfrytëzuar burimet natyrore këtu. Thënë gjitha këto, patjetër që ka disa diferenca me përfitimet e sotme në ligjin që është propozuar. 3% për çdo vit nën tokë si pension suplementar është propozuar, që është gati 3 fish me atë që është sot. Nga 30 vite, 25 vite, që është gati 1/6 për të ulur, që kushtojnë para. E thash, kështu me gojë shpërndajnë para sa doni. Problemi është që duhen bazuar, pa denatyruar, skemën kontributive të pensioneve, dhe e dyta, pa përdorur taksimin e përgjithshëm. Sepse për ndryshe që të gjithë do dalin dhe do kërkojnë para më shumë.
dhe kanë të gjithë të drejtën. Ta përfundoj fjalën. Nuk njoh njëri në këtë vend që mos kërkoj para më shumë. Diferencën e bëjnë pikërisht ata që kanë punuar më tepër dhe që kanë marrë më pak. Faleminderit. Faleminderit.